Edhe pse ndjeve kënaqësi nga ky lloj profesioni, nuk e le fëmijën tënd që ta përjetonte këtë kënaqësi. Nuk e lasha të kisha dhe donja ta shkollonja, me thënë drejtën. Se vetë nuk më la sistemi komunist të bija shkollë. Pra jo, më shumë. Edhe besoj se ke parë që edhe kjo punë ka ardhur drejt degradimit dhe zhvillimit teknologjisë, krimi motorëve, s'ka ta. Pra është praktikisht le të themi që ky është i profesion i vdekur, ashtu sikurse edhe shkolla që ka vdekur këtu. I vdekur. Tani ç'a do i bëjmë asaj balestrës? Dale, se do të rrafim, çuna. Do ta rrafim, Do ta temperojmë. Hiqe këta. Do këtë barren këtua. Ky është kompjuteri shqiptar. Tu bërë muzikë. A ke pasur problem nga veshët to kohë? A? Ke problem nga veshët? Jo, s'ka problem. Nuk kam problem. Nuk të bëj problem. Ta nxejmë dhe një. Do ta nxejmë Pra prapë. hollojmë. Edhe do ta Pra ky është procesi i hollimit për të bërë një spat apo për të nxjerrë atë spatën që ke ti aty. bërë një spat, ose po nuk bëhet spata kështu, do bërë na myqja përpara, pasaj bën lata. Karada, po unë po rraf një hekur kot kështu. Po. Ju jeni mos e re, çuna të rinj. Jo, këto janë profesione që siç e tham kanë vdekur, por vlen për tu risjell në jetë për të treguar që shqiptari është ku bëja gozht e kullet. gozhd e patkojt kali. Patkojt, ose ku bëja nallçet për masë. Ky. E kam bërë vetë. Ha? Negativi quhet, kallupi. Kallupi, i gozhët. Hop, do hynë të këtu e rri fjet teli. Po gozhd për dru ose për beton. Ke arritur të prodhosh? Gozhd betoni? Jo, nuk boshin në tokë këtu. Po gozhd e drurit. Jo, gozhd, kishe gozhd, nuk boshin të kovaci gozhd. E mërçunës na rikthyet edhe një në rini thuaj. E çuna, ime do zeja se do ta temperojmë këtë, po, do kaloj dhe ngurës me ila, o nguri këtu. Po më parë kishim lima me, vetëm lima, do ta bënja vetë. Vetëm në lip. Pasaj doli guri zberil, dhe kemi bon guri zberil. Që në kone kooperativës, na 70-72. Për qa viti është ky? Ky ku bori misin e Nberogja me kinezin në 67-ën ka ardhur. 67 ka ardhur kjo mbrokull këtu. Qysh atere ka mu dhe sot. Qysh në 67 Ka ardhur Kina, në 67-ën. 60 motor dhe ai nuk ka problem, punon. Jo, e kam riparur 2 herë. Po, e kam qysh atë, qysh në 67-ën. Ja, kjo është një osi kësuni, sa për të shikuri për temperimin. Ne atë duam të kuptojmë qa është temperimi. Qa është temperimi? Po. I me gradacionin nxehtësisë me ujtin. Shiko qa ngjyre mori? Të bardhë. Kjo këputet. Ashtu? Këputet ime. Do marrin ngjyrë të jeshile. Shikon? Ja ngjyra. Shiko si hikën.
ka këtë të bardha këtu, ja, mbyllë ta. Hop, Kjo është i me do marrin një ngjyrë tjetër. Do marrin një ngjyrë tjetër. Po duhet njofur hekuri, qeliku, po balesa në ngjyrën e katërt. Ja, Kalon 4 ngjyra, po. Ngjyrë e parë që e bardhë, fare, u bë manushaqe, i me bët si e verdh. Ja, i me do futur. prap, pas kanë kohë këto. I fut pak. edhe ta jakun prapë. Jo, nuk e rrep këtë. Ish fare, po temperimi do marroj një atje, pas e ngurës berile, para se sa ta temperoj një. Do bor të nxjes të gelin atje, tak, edhe borin ndru njerëzit. Kjo është të rrashë, e balesë, temperimi balesë. Kurse për ato, ne kemi marrë me anë të syrit, me thonë drejtën, temperimin, kështu, dhe këtu o, gjoja më kryesore, se të këputat e plap, Bëhet gjevrega. bëhet gjevreke si për gjami. Thyrë si për gjami. Sa e ngurtit në drut, e këputat. Po do të gjesh temperimin. Ky losë roli më kryesor. Këtu është roli Edhe kryesor. rolit e temperimi. Roli kryesor duhet një hekurat, çfarë hekuri ka, Se materiale Sa- ndryshme materiale. funksionojnë ndryshe. Sidomos Sa lloj hekurash ka? Më shumë me balesat. Sa lloj hekurash ka që mbajnë temperim? Ka lloj qeliku. Rapidi është më i forti. Rapidi. Ja, është shumë i forte. Pse vetëm balestër? Pse përdorë më shumë balestër? Kemi përdorë gjithmonë balesën, se o shumë me forta, ndaq për kazëm, ndaq për spat, sidomos për prerje dru, se këtu shtuf të kajon dhe e ha shumë hekurin. Edhe kjo i reziston më shumë balestra. Për vegël punojnë 10. Ndaq qapzat, ndaq kësi, ne i bëmim prej balestra. Se o hekur mund të duhet. Ja, kjo ka. Super. Faleminderit shumë, Basharosh. Ky pra ishte edhe një demonstrim se si temperohet një spat për të prerë sa më shumë dru. Shumë faleminderit, dhe ishte kënaqësi me këtë bashkëbisedim dhe me këtë super pamje me këtë gjë kështu. Super punishte që keti. Iku, po të gjironi atë, kur bini njerëzit me mushka me kul, zinin radhë këtu atë. Këtu, Kur pri sistemi e doli demokracia që ndan tokat, 3 orë gjumë flijo. Vetëm punë. Vetëm punë. Se leku të shtynte, i musha gjepa tonë. Vu. Kënaqësi. Majta 12 qonin në shkollë, vetëm unë me djersën time. Vetëm me punë duke edhe në çekanit. Na ky zëma. Faleminderit, kënaqësi.